çka janë infeksionet? Normalisht termi infeksion është bejg i gjonë, dohen në 4 pjesë, domthonë pjesën bakteriale, virale, fungale edhe mikotike, parazitare. Çdo hyrje huaj, domthonë nga këto 4 lloje kardinale të mëdha që ndohen, domethënë që bakteri, virus, myk apo parazit në kalimin e barierave tona, cilat bariera i kemi, domethënë qoftë fizike, sikur është lëkura, kimike, acidi luktit, mukozat, qoftë ciljet në sistemin respirator apo në hundën e vesh, atëherë të kalimit këtyre barierave edhe futja në inde apo në gjak apo në sekrecione të ndryshme quhet infeksion. Edhe çdo infeksion domoni ka ato një karakteristikat e veta, të cilat shfaqen me atë plejadën e simptomave të tyre. Nga këto 4 lloje, cilat janë më të shpeshtat? Normalisht në praktikën e përditshme, mjekësore, qoftë mjekësinë familjare apo edhe në spitale apo terciare, na më shpesh është varësisht prej sezonave, por më shpeshta në 70% të rasteve është viralet, të cilat mund të kanë mundësinë e përhapjes më të madhe për shkak të kontaktit njerëzve, grumbullimit, kohën e tonë që kemi tash ky trendi i pas luftës, fëmijët në qerdhe, ku ato sidomos është klaster quhet, ku ato kemi domethënë një frekuentim të moshave të vegjël, bëhet bartja infeksione virale prej fëmijë mbas anej edhe përhapet nëpër familje dhe ato fillojnë të marrin. Sidomos është një një vend është pak më i rrezikshëm mundem me thonë, sepse fëmijët marrin ndoshta pak më lehtë smuren këtë pjesë. Jo rrezikshëm se kanë imunitetin natyral që mbron, po për shkak kontaktit të gjatë, dhe ata janë fëmijë të cilat domethënë ende nuk kanë bariera sociale, psikologjike, futin gjithçka në gojë. Ose kanë atë provojnë e tyre që dojnë ata të ndërtojnë. Edhe normalisht nëse një fëmijë shem rastin e lijes, ose një fëmijë vjen me grip, shkon atje dhe i përhap komplet smundjen, infeksionin, edhe mes anaj të bartet nëpër familje. Por normalisht i kemi edhe kategoritë të ndryshme, shtatzanat, moshuarit, ata të imunokompromituar apo të smundje të ndryshme, qoftë me kancer apo me smundje kronike, dhe ata janë të ndryshëm ndaj këtu, edhe ata janë më të pranueshëm për me marrë infeksionin dhe për me bartë infeksionin pastaj, sepse ata e zhvillojnë në tërësi infeksionin. Kurse një imunokompetent, një person i shëndoshtë, nëse takohet me virus apo bakterin, apo mykën apo çdo që tjetër, ata e luftojnë edhe ndoshta edhe ndalet mundësia e bartjes së infeksionit tek një person tjetër. Po, dhe ndoshta kalohet më lehtë sepse kemi pasur persona të cilët persona ndryshëm, pra që ndoshta një javë nuk kanë fuqi fare as më shumë, po persona të cilët në lëvizje sipër pra vazhdojnë rutinën si zakonisht, veç pak më ndoshta më ngadalë, mundem me thonë. Është një që përdorim mjek të unë shpesh për gjenin gripoze, thotë një javë me terapi, 7 ditë pa terapi. Çdo sidomos smundjet virale, gripoze apo këto rrufa tipi sezonal, e kanë atë kohën e tyre të inkubacionit, edhe kohën e shfaqjes simptomat, është zakonisht një javë ditë. Kjo çështje tash se dikush e kalon në kam, duke kryer punë të përditshme domethënë, edhe dikush që duhet me mushtri në shtrat, mund me kanë shumë faktor. Njëri që dikush mund me egzageru simptomat, dikush i vendon më shumë vëmendje vetes tina apo friksohet, se edhe frika është një lloj armiku i jonë, sidomos kur është probleme të smundjeve, që nëse friksohemi shumë fillojmë prodhuan hormone të caktuara, të cilat domethënë egzagerojnë na problemet edhe lëvizjet tensioni mund të pjesërisht të madhe dhe sistemi imunitar fillon të frenohet, jo të veprojë atë sa mjaftueshëm për me luftu atë shkaktar, edhe kjo edhe ose në ndonjë imunitet problem smundjeve imunitare të lindura, atëherë atë kemi problem që ai person mund të pas smund shpesh ose kur vjen nana, sidomos e pyesmi fëmia smund shpesh, thotë po, ka domosdoshmë çdo muaj ose çdo 2-3 javë me pas të mjeku, këta me siguri kanë ndonjë problem që ende nuk është identifikuar të ta shëndetin dhe kanë ndonjë problem të sistemi imunitar që i frekuentuar shpesh me smundje. Cilat janë ato problemet e sistemit imunitar? Normalisht sistemi imunitar ndahet në 2 kategori, i lindur dhe i fituar.
sistemi imunitar gjatë zhvillimit në embrionit apo të fazat e zhvillimit të fëmijës në barkun e nanës, nëse gjithse ka shku në rregull, atëherë ai është në funksionale. Por për shkaqe të ndryshme, qoftë kombinimi i qelizës vezë me spermatozoidin, smundja prindëve, domethënë qoftë babës dhe nanës, apo dhe gjatë leximit të ADN, sepse ne e dim që ADN-ja çdo qelizë fillon me mu hap ADN-ja të bëhet njohja, leximi ADN-s pastaj të kombinohen qeliza vezë me qelizën sperm. Atëherë çdo gabim në lexim, çdo gabim gjatë bashkimit, normal që e çon fëmijën që me lind normal, mu duk aspektin fenotipik është domethënë normal, aspekti gjenotipik mund të qenë me gabime apo me funksion të zhvukluar apo të dëmtuar apo mungon fare një enzim, një komponent ose një lloj na quajnë atë aspekti si imunitar. Domethënë lloj quhet është me përkthy kështu më thjesht për popullin është për shikues fabrikë që prodhon qeliza caktuar me limfocitet B, makrofag, neutrofile, mungojnë ato ose mungon një funksion, mungon një lidhje caktuar, edhe ata domethënë janë më të prirë për infeksione. Normal janë edhe ato kategoritë më të rrezikuara të smundjeve gjenetike që mungojnë, për shembull një komplement i mungon një antitrup që nuk mund të prodhuë dhe ata kanë probleme shumë të rënda, domethënë se një flam ose një grip apo një viroze thjesht, ato e shpjen në spitalizim. Po pra kemi shumë ndoshta shembuj të ndryshëm sepse çdo person është shumë unik, edhe nëse kemi edhe tash backgroundin familjar me ndonjë problem, atëherë mundet me ndikuar gjithçka dhe mundet ndoshta më këna trashëguese diçka. Po kemi shembull fibrozën cistike, e cila domosdoshmë normal është pjesë e pediatrisë, ku është edhe reporti që merren me pulmologjistë me këtë problem. Këta persona ju mungon domethënë komponente caktuar edhe ata vazhdimisht janë persona të spitalizuar, domosdoshmë sepse ju mungojnë ciljet për pastrimin e rrugëve respiratore edhe për shkak se ta shiko edhe sekreti e ka rolin e vet mbrojtës për neve, domethënë sepse qëllimi i sekretit qoftë luftimi me neutrofile, llojë këtyre qelizave që e gëlltitin bakteriet, mundohen me bë vetvrasemi duke i zbrazë ato vakuola që kanë ato për me mbytë bakteriet, krijohet qelbi, krijohet sekretet, dhe ato tash do të me hudh jashtë përmes kollës, dhe nuk ka mundësi më bë kjo derisa mungojnë ciljet apo thonë caktuar ose një fragment i caktuar i imunitetit, sepse imuniteti është kompleks, nuk është vetëm qelizat imunitare, domethënë tash është në imunitet ndikojnë lëkura, ndikojnë këto fibrit, ndikojnë sekretet e ndryshme, loti është një shumë pjesë e sistemit imunitar, që mbron vazhdimisht syrin. E mungesa kujna këto kaskadë në këtyne gjërave domethënë e shpinë që personi me qenë më i ndyshëm, më i pranueshëm për smundja,